Shikues nderuar, ju përshëndesim nga stadiumi përparimthaqe në një ndeshje revijale miqësore midis ekipit të komunës së Prizrenit që udhëhiqet nga drejtori i Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport Ade Morina, siç po shihni në ekran, si dhe ekipit me të veshurat të portokalltë të zeza është ekipi i Universitetit Ukshin Hoti nga Prizreni. Gjithashtu gati para fillimit të kësaj përballje, një ndeshje pritet të jetë interesante këtyre dy skuadrave ku shumica e këtyre lojtarëve dikur kanë luajtur për ekipe të ndryshme, qoftë në futbollin e madh, qoftë në futbollin e vogël dhe ja tani në kuadër të bashkëpunimit të ngushtë të dy institucione të rëndësishme të komunës dhe të shtetit të Kosovës, pra Komuna e Prizrenit me të veshurat të kaltërta dhe skuadra Universiteti Ukshin Hoti që është me të veshura zi e portokall. Ja dhe formacionet e skuadrave, komuna ka këtë formacion, në port është Kelmend Maliqi, pastaj numër 2 Mentor Poniku, 3 Asim Kokaj, numër 4 Abdullah Smajli, në numër 5 Redin Veseli, numër 6 Adnan Kukeshi, 7 Ademorina, 8 Avni Krasniqi, 9 Kreshni Krasniqi, 10 Alban Hamzaj, 11 Vebi Ajazaj, 12 Patjon Berisha, 13 Nasur Gërmizaj, 14 Alban Sosuri, 15 Tauland Muja, 16 Sultan Hoxha dhe numër 27 Fati Lalo. Trajneri i ekipit të komunës është Veton Gjemaj, ndërsa skuadra e Universitetit Ukshin Hoti ka këtë formacion me numër 1 portier Fatlind Bajraktari, është student master që është duke vazhduar studimet master, numër 2 Driton Qeriqi, zyrtar i lartë për infrastrukturë, numër 3 Përparim Abdullahu që është kapiteni i ekipit, drejtori i departamentit për bashkëpunim ndërkombëtar, numër 2 në Fanell Fatmir Mehmeti, profesor i asociuar, numër 5 Egzon Kryziu, udhëheqësi i prokurimit, numër 6 Lulzim Ibri, profesor i asociuar, numër 7 Naim Baftiu, profesor i asociuar, numër 8 Enver Buzhala, sekretari i fakultetit juridik, 9 Driton Krasniqi, drejtor për zhvillim akademik, 10 Soner Ildën, profesor i asociuar, apo ndoshta 15 do të ketë numrin. Tash gjithçka gati para fillimit të kësaj përballje, presim vëshëllimin e gjyqtarit të ndeshjes Donat Pula, i cili do të ndihmohet nga Nehat Karanxha dhe Granit Vehapi. Do të luhet 2 herë nga 30 minuta, nëse janë në gjendje të vazhdojnë ta kryejnë deri në fund. Ka shumica, disa prej tyre janë në të përgatitur të luajnë maksimalisht, siç është për shembull rasti që patëm me Alban Hamzën, i cili vazhdon deri në momentet e fundit, dhe është tani trajner të klubi i futbollit Drini Bardha, anëtar i futbollistë të skuadrës së Universitetit Ukshin Hotit, të cilët janë të parë që kërkojnë topin, është Rinar Abdullah, aty që kërkon një bashkëveprim. Ishim duke thënë edhe skuadra tjerë jatën, aty nuk ka, po gjithashtu e mundësia e parë për skuadrën e universitetit, aty a do të jetë në gjendje të shënoj, jo, ndale disi vazhdon skuadra e universitetit në zonës rëndësisë, mundësi për të goditur Gjuan Furishëm, futbollisti Driton Krasniqi, drejtori për zhvillim akademik, mirë po nuk e gjen cakun. Ishte Soner Ildërëmi, numër 15, numër 9 Arjanit Berisha, zyrtar i lartë në financa, numër 12 Ganin Drejtësa, zyrtar i lartë në financa, 13 Gjevat Kalava me numrin 13, udhëheqës i divizionit, Rinar Abdullahu, student në studimet master, që ka numrin 14 në Fanell, Abdullah Etemi, zyrtar i lartë përgjithësi, që ashtu po e ka numrin 13, 2-13, dhe Dren Manalusha, student master. Trajneri i ekipit Universitetit Ukshin Hoti Rion Kryeziu, zyrtar i logjistikës, ndërsa Zavens trajner është në Nasser Buzhala, sekretar në Fakultetin Ekonomik të Universitetit Ukshin Hoti. Ja, një ndeshje e qetë, interesante për Parim Abdullah, kapiteni i ekipit, gjithmonë ka luajtur në këtë pozitë, në pozitën e mbrojtësit të majt Rinar Abdullahu, bukur aty pason mundësi e mirë dhe ka lënë në avantazh skuadra e Universitetit të Prizrenit pas asistimit të Rinar Abdullahut. Ka shënuar futbollistit të cilin vetë sa t'ja shoh edhe numrin në Fanell për ta konfirmuar rastin e dytë që pati skuadra Ukshin Hotit dhe realizoi duke Naim Baftiu, profesori Naim Baftiu, po jo, numri 12 është, numri 12 po, është Enver Buzhala, sekretari i fakultetit juridik, sekretari ka shënuar golin e parë që në minutën e dytë dhe ekipi i Universitetit Ukshin Hoti ka kaluar në avantazh, ja tani mundësia për
drejtori i drejtorisë për kulturë, rini dhe sport është Ademorina me numrin 7, mirë po ati do t'i pëlqente më shumë në këtë ndeshje ta kishte numrin 13 sepse vazhdon të kërkoj votat dhe të fitoj në zgjedhjet lokale të 12 tetorit për ata që dëshirojnë të votojnë Partinë Demokratike do të mendojnë numrin 13 për ta votuar Ademorinën, i cili me mjaft sukses se ka udhëhequr drejtorinë për kulturë rini dhe sport në komunën e Prizrenit brenda këtyre 4 vjetëve ku ka pasur ndryshime dhe madje mjaft të mëdha ndihmë për klubet sportive, për sportistët dhe shoqatat e ndryshme sportive. Me një fjalë ka avancuar sportin dhe kulturën në komunën e Prizrenit. Rivanja anësore për ekipin e Universitetit Ukshin Hoti, Rinar Abdullahu, mjaft i lëvizshëm në student, deri vonë ka luajtur edhe futboll për ekipin e Liris, për grup moshat e reja dhe tani luajnë për Universitetin. Pas të një tentim aty mundësivi, po largohet topi para se të vinte te Ademorina, në mundësi kundër sulmi, por është numri më i madh në mbrojtje vendosur nga futbollistët e komunës, apo ndryshe do t'i quanim edhe pushtetarët. E këtu në këtë ekip të pushtetarëve mungon njeriu numër 1 i komunës së Prizrenit, talenti i basketbollit, Shaqirtotaj, por që gjithashtu ka prirje edhe në futboll dhe do ishte mirë ta kishim parë këtu në këtë ndeshje, pasi synon plus 4 vjet tjera në mandatin tjetër në zgjedhjet e 12 tetorit. Është ky Dritan Krasniqi. Mundësi tjetër për skuadrën e Universitetit Ukshin Hoti ishte futbollisti Arianit Berisha, cili u mundua të shënonte golin e dytë për pas sukses. Është pak më herët Fatih Lalo, një pasim i mirë i tine. Hape dy në krahun e majt. Alban Shfarë një mirë ishte kjo Albanit, për pak nuk e gjeti cakun. Albani tash më herët është ende në formë të mirë fizike, prandaj pritet më shumë nga Alban Hamzaj në këtë ballafaqim. Minuta e 6 vazhdon të jetë rezultati 0-1 në favor të akademikëve të Universitetit Ukshin Hoti në Prizren. Sheni portierin Fatlim Bayraktarin me këtë degazhim, por topa vjen deri në këmbët e futbollistëve të skuadrës së pushtetarëve. Alban Hamzaj, mundësi për aty Fatih Lalo nuk mori guximin të gjuante në portë, mundua të bashkëvepronte, topi ishte paksa i shpejt dhe tani Lulzim Ibri, profesori i edukimit fizik dhe sportit në Universitetin Ukshin Hoti, ndalet ky aksion i skuadrës Ukshin Hoti nga Vehbia Jazaj. Loj me dorë, goditje dënimi për skuadrën e pushtetarëve. Saladin Veselej. Lalo me njerë bashkëpunoti me Alban Hamzën, mundësia kjo për skuadrën e komunës që të shënoj golin e barazimit. Hamza gjithmonë me top, duhet të bashkëveproj. Albani njihet për mbajtjen e topit se ka luajtur edhe në futsal. Ja, ky tentim i Fatih Lalos nuk ishte më i miri mundshëm. Vazhdon tani dominimin skuadra e komunës së Prizrenit. Ishte një tentim për largim të topit nga ana e Avni Krasniqit. Rivanja anësore për Universitetin Ukshin Hoti. Edhe një rivanja tjetër, rivej topin e loj futbollisti që shënoi, është futbollisti me numër 12 Enver Buzhala, e humbin topin lojtarët e Universitetit Ukshin Hoti.
mundësia për të barazuar atë të kemi gol, ideali, ishte më i suksesshëm portieri Patin Bajraktari para drejtorit Adem Morina. Përndryshe, si duket Gjulian Ademi është lodhur me fushatën elektorale, prandaj nuk e shfrytëzoi këtë mundësi. Gjulianin e kemi në kamerë, si zakonisht njeriu numër 1 që bën incizimin e të gjitha aktiviteteve sportive, sidomos të futbollit, qoftë të turneve, qoftë edhe të ndeshjeve kampionale të ligës së tretë dhe të ligës së dytë. Adem Morina përsëri pasim fantastik, por pozitja shtoja nuk vlen ky gol, i shënuar aty nga Kreshnik Krasniqi. Zimibri pason aty për drejton Krasniqin. Për Buzhala topi mirë në krah gjatë, nuk ka pozitja shtoja, do të kemi golin e dytë aty, vonohet në zonë të rëptësisë futbollisti me numër 8 është cili është ai këtu e kam të registruar Fatmir Mehmeti, por nuk është ky ai Fatmir Mehmeti që njohon atë profesor. Me vjen zanësim i parë. Ekzon Kryeziu inkuadrohet në lojë në vend të shënuesit të golit të vetëm deri në këto qaste. Adem Morina, mundësi tani sërish topi vjen deri te drejtori Morina. Nuk ka pozitja shtoje me gjithatë në pozitja shtoje ishte më i avancuar aty. Kreshnik Krasniqi, Alban Hamzaj, topi paksa i fuqishëm në drejtim të Adem Morinës. Përparim Abdullahu, mbrojtësi Majt, kapiteni i skuadrës. Drejtori i departamentit për bashkëpunim ndërkombëtar, njeriu i palodhshëm në punë, sportist i dalluar, për shumë vite ka luajtur futboll dhe pikërisht në këtë pozitë që është tani aktualisht si mbrojtës i Majt. Kërkon hapjen e lejtarëve për të rrezikuar, ka kthyer topin prapa deri te Rinor Abdullahu, përndryshe i biri i tij. Një top i gjatë Rinor Abdullahu në drejtim të krahut të djathtë që nuk arrin këtë top. Tani kemi lojë me dorë, kemi një ndërprerje tjetër. Këtë rrezik tani për skuadrën e komunës aty, kemi në zonë të rëndësisë gjuajtjeve, plagësht me lehtësi pret portieri Kelmen Malici, por gabojnë lojtarët e skuadrës së komunës dhe jatën aty mjaft i lëvizshëm futbollisti numër 9 që tenton të gjuajë, nuk arrin të godasë, topi është të kthyer deri te futbollisti numër 9, do të kemi golin e dytë të realizuar nga futbollisti me numër 11 është ky Driton Krasniqi, drejtori për zhvillim akademik. Arenit Berisha ishte ai që asistoi. I kënaqur me lojën e futbollistëve të tij. Trajneri i ekipit Ukshin Hoti, Rion Kryeziu, ka lëshuar lojën Fatmir Mehmeti është zëvendësuar. 0-2 është rezultati i favor të ekipit dhe ja tani pasim fantastik, kjo duhet të shfrytëzohet. Tenton aty Kreshnik Krasniqi, por nuk e gjen golin, mundësi e jashtëzakonshme ishte për të shënuar golin e parë skuadra e komunës. Minuta e 13 ndeshjes 2-0, udhëheqjen akademikët kundërshta pushtetarëve. Arenit Berisha me numrin 9, mjaft i lëvizshëm. Dhe ja tani përsëri topi deri te Morina. Ka hyrë aty futbollisti i skuadrës Ukshin Hoti, është me numrin 5 Ekzon Kryeziu, ka larguar topin, largon edhe portieri tani, largohet rreziku.
Berisha, Arjanit Berisha mjaft i lëvizshëm, bashkëpunon aty me numrin 11 Triton Krasniqin, vazhdon gjithë dy Triton Krasniqi ta mbaj topin në postim, gabon në pasim të topit, Alban Hamzaj, Krasniqi kërkon topin aty, njëri prej bashkëtarëve por nuk vjen, nuk kalon ky pasim i topit, dhe tani topi gjatë në krahun e djathtë. Është vështirë shto të kalohet me këtë peshë në ndërhyrje të pa rregullt në fazën e sulmit, është futbollisti Naim Baftiu, që i mungon përgatitja duhur fizike dhe natyrisht me këtë mbi peshë është vështirë të kalohet në atë mënyrë. Ndoshta dikur kur i kishte më pak peshë dhe më pak moshë sigurisht që po. Morina. Topi mirë në krahun e majtë aty në drejtim të futbollistit Avni Krasniqi, a do të kemi hapësirë, kërkon topin edhe Morina, shkurtër ishte ky top. Ende nuk ka shënuar, gabojnë në pasim të topit e marrin përsëri topin le pushtetarët. Hamzaj, Lallo, Gjuan Lallo kësaj radhe shumë më mirë, por goditja ishte ballore dhe me lehtësi Fatlin Bayraktari shpëton portën e tij. Hamzaj, nga i cili përrritet rreziku më i madh, bashkëpunim aty me drejtorin Morina, i cili Gjuan e kërkon këndën e poshtën të djathtë të portës së portierit Fatlin Bayraktari, por nuk ishte përpak i sakt. Abdullahu, përparim Abdullahu në krahun e majtë. Pasën aty me Rinar Abdullahun. Aty një top i mirë në drejtim të Triton Krasniqit, mirë po i shpejt topi për të. E marrin topin lojtarët e ekipit komunës Kras. Vesela dhe mundësia tani për Alban Hamzën në mes të fushës, kombinime të shkurtra, por jo të sakta të këtyre dy futbollistëve, Morina Hamza. Në pozitë jashtëore madje tre futbollistë gjithsesi ishte shumë i avancuar. Shojmë aty futbollistin numër 9 Arjanit Berisha, mjaft i lëvizshëm për ekipin Universiteti Ukshin Hoti, topi te Lulzim Ibri, një futbollist sidomos i shquar në futbollin e vogël, trajner i futbollit, trajner i judos, me një fjalë njeri i sportit, gjithë jetën e tij ja ka kushtuar sportit, edhe sporteve luftarake edhe sporteve kolektive, por sidomos është dalluar në futboll të vogël. Nuk arrin tani aty të shmanget të Krasniqi për cilësit e tij. Është skuadra Universiteti Ukshin Hoti, i cili po kontrollon tani mesin e fushës në mënyrë që të kërkojë edhe golin e tretë, por kemi ndërhyrje të pa rregullt ndaj futbollistit Nasuf Gërmizaj. Goditje dënimi. Ekipi i akademikëve është në avantazh me 2-0. Ja shohim këtu tani numrin 6, një pasim në drejtim, a do të shfrytëzohet kjo nga Adem Morina, përsëri aty më i suksesshëm del Fatlin Bayraktari, Adem Morina përsëri do të harkoj, do të shohim, e kërkon aty njëri për bashkëtarëve, kthej topi prapa. Alban Hamzaj, pozita mirë për të shënuar, Gjuan Hamzaj dhe për pak nuk e gjen capun. Mirë e menduar kjo gjuajtje e Alban Hamzajt. Por jo sakt sa duhet. Sigurisht në këtë kohë të gripeve, edhe kolla është e pranishme, prandaj kërkojmë falje.
Vazhdon të mbetet rezultati 2-0. Jemi në pjesën e parë, një ndeshje miqësore, reviale, një pasim aty e mirë në drejtim të numrit 9. Dhe të arri këtë top jo. Ishte i shpejt këtë top për Arjanit Berishën, edhe pse ishte mjaft i shpejt, por topin më i shpejt se ai. Ka mundësia tani për të bërë më tepër. Mos i tjetër aty, departimi Alban Hamza nga Majta mundohet të arkoj, edhe njëherë vjen topi te Hamzaj, por tani ikën atje dhe kemi korner për skuadrën e pushtetarëve komunal. Ta 20 kanë mbetur 10 minuta deri në përfundim të pjesës së parë. Kemi mirë, po aty asnjëri nga futbollistët me të veshura të katërta nuk arriti të gjuante në drejtim të portës së skuadrës së Universitetit Ukshin Hoti. Kemi kornerin tjetër nga djathtë tani. Sërish Hamzaj do të harkojë në shtyllën e parë. Largohet rreziku. Edhe një tentim nga distanca, edhe një herë të pas suksesshëm ishte goditja e Sultan Hoxhës, që për pak nuk e gjeti cakun, mbetet rezultati pa ndryshuar. Komuna e Prizrenit 0, Universiteti Ukshin Hoti 2. 1-1 si do të jetë më i suksesshëm nga këto dy futbollistë aty. Ja mundësia për golin e tretë dhe realizohet goli i tretë për ekipin e Universitetit Ukshin Hoti. Tani është rezultati 3-0. Në aspektin fizik, futbollistët e skuadrës Ukshin Hoti të përgatitur ishte Naim Baftiu që shënoi golin e tretë. Apo Deton Krasniqi. Ka përshtypjen se pikërisht ky futbollist Deton Krasniqi ka shënuar golin e tretë për skuadrën Universitetit Ukshin Hoti. Berisha kërkon topin në dy Kureshi. Tani është Ajazaj. Pasimet e sakta të ekipit kërkon topin në krahun e Majt Ademorina, do të dëbërtoj mirë, por para ati ka ndërhyrë mjaft sakt futbollisti me numër 16 e ekipit të Universitetit Ukshin Hoti dhe ka larguar rrezikun me gjatë topi përsëri vjen te futbollistët e ekipit të komunës së Prizrenit, Kureshi në krahun e gjatë. Dhe arkoj Hamza kërkon topin në krahun e gjatë, bukur aty Hamza për një çast mundohet të shmanget për pas sukses. Gërzim Ibri vazhdon në presioni skuadrës së komunës së Prizrenit në kërkim të golit të parë. Harkimi mirë aty mundësi tani. Edhe përsërit në tentimin e dytë Krasniqi nuk arrin të shënoi dy tentime të një pas njëshme. Tani kundërsul mundohet të gjejnë golin e tretë futbollistët e ekipit të Universitetit Ukshin Hoti, por pa sukses atje. Ky departim i Ademorinës nuk arrin. E ja tani nuk ka pozitë jashtëtoje. Përsëri aty mundësia mirë për futbollistin Arjanit Berishën, në mes të tre futbollistëve tani vështirë se t'ia dal, i ik topi dhe del aty portieri Kelmen Maliqi suksesshëm, largohet rreziku për përsëri gabojnë, marrin topin sërish akademikët.
Garime të shumta vesele tani bashkëvepron aty me futbollistin Smajli. Smajli gjithnjë. Jazaj. Hamzaj. E kërkon aty shumë bukur aty Musia tani dhe çfarë rasti më i mirë. Megjithatë edhe po të shënonte Ademorina që ja mohoi golin pingulja gjatë e portës së portierit Fatlind Bajraktari do të shfuqizohej sepse u sinjalizua si pozitë jashtë loje. Ishte më i avancuar drejtori Ademorina, që njerë po theksojmë sot do të ishte mirë ta kishte numrin 13, atë numër me të cilin ngaron në Asamblenë Komunale. Ibri Bukur aty e mban topin në pronësi. Tani nuk ka pas gjashtë mundësi për futbollistin Arjanit Berisha, golin e 4 e kërkon Berisha, ngatrohet në çastin e fundit dhe nuk arrin të shënojë një gol të sigurt, tregohet i vëmendshëm sa duhet, u mundua ndoshta ta kalonte, por ja që nuk arrin të shënojë golin e 4-t. Skuadra e Universitetit Dukshën Hoti, të cilët e kanë edhe një goditje nga këndi nga krahu i majt. Tani është minuta 25, edhe 5 minuta kanë mbetur deri në fund të pjesës së parë, kur skuadra do shkojnë në pushim për të rikthyer në pjesën e dytë. Trajneri i komunës Veton Xhemaj, i pakënaqur me lojën e bashkëtetarëve të tij, edhe një tentim tjetër me kokë për paksa nuk e realizoi golashnuesi më hershëm, ishte futbollisti me numrin 11 Driton Krasniqi. Do të ketë ndryshime, goli do të jetë goli pritur aty nga skuadra e komunës. Vesela tani bashkëpunon me Lallon në krahun e gjashtë. Gjithnjë Beton Fati Lallo aty për Alban Hamzën, tani mundësi për dhe bi Ajazaj, i cili u mundua të gjente ndonjë prej bashkëtarëve, por pa sukses. Sa e lëvizshëm aty është futbollisti Arjanit Berisha, shumë i shpejt. Alban Hamzaj, Hamza gjithnjë. Tapi mirë aty për Lallon, Lallo të përton në zonë të rëndësisë, mundohet të shërbej aty Ademorinën, por pa sukses. Kemi korner, asesi të lejoj reparti mbrojtjes i ekipit të Universitetit Dukshën Hotit të poshtet. Sërish Alban Hamza pranë topit do të harkojnë në zonë të rëndësisë. Atë kemi golin e parë për ekipin e komunës Prizrenit. Hamza në bukur ishte ky harkim, por nuk arriti kushtimin të godaste me kokë që të shënonte. Arjaniti. Arjanit Berisha kthyer topin prapa mundësitë në të shpejt top për Krasniqin. Më pak se 3 minuta deri në përfundim të pjesës së parë të ndeshjes. Rezultati komuna e Prizrenit 0, Universiteti Dukshën Hotit 3. Dhe ja tani në top tjetër i mirë aty në drejtim të futbollistit Driton Krasniqi. Driton Krasniqi në zonë të rrëdhësisë, gjuan atyre i rrëmbyer mirë, po i sajrave Fatin Kelmem Maliqi pret sigurt. 2 tentimet fundit të mira i pati skuadra e Universitetit Dukshën Hotit të shtonte avantazhin. Ja tani mundësia për Ademorina, do të kemi gol të shënuar. Ademorina
përsëri nuk shënon, përsëri nuk realizon aty golin e shumë kërkuar nga drejtori i Drejtorisë për Kulturën dhe Sport Adem Morina. Korner të cilin do ta kryej Morina, harkim në shtyllën e parë, largon Abdullahu topin, jashtë rivënje anësore për skuadrën e komunës së Prizrenit. Ajazaj, do të harkoj Ajazaj dhe bashkëvepron kërkohet edhe Morina nga Smali, por pas sukses edhe në gjuajtje tani nga distanca, përsëri nuk ka gol të shënuar, si duket rezultati i pjesës së parë do të jetë ky, pasi kanë mbetur edhe shumë pak 1 minutë e 20 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. Abdullahu, çfarë mundësi aty mirë ishte kjo, nuk u shfrytëzua nga një gabim i raportit defanziv të Universitetit Dukshën Hoti. Ishte ky futbollisti Naim Baftiu, Soner Yıldırım, dikur futbollisti shquar, tani profesor. Shtojmë aty që nuk është në formën e tij që ka qenë përpara, është shumë normale mosha, angazhimi në universitet, janë mundësi tjetër, Ban Hamza mjaft u mundua aty të shërbente në sidomos qendër sulmuesin Krashnik Krasniqin, i cili bashkë me Ademorinën disa mundësi të mira i patën për të shënuar, por që nuk u realizuan. Lalo dhe Hamzaj. Bukur aty Ajazaj, mirë për në shansën e fundit jarën bëjnë topin, Soner Yıldırım, mes fushori dikur shumë i getarit. Dhe këtu dëgjohet vërshëllima e gjyqtarit Donat Pulej që sinjalizon përfundimin e pjesës së parë. Komuna 0, Komuna Prizren 0, Universiteti Dukshën Hoti 3. Pas një pushimi rikthehemi në transmetim të pjesës së dytë. Jemi kthyer në pjesën e dytë të ndeshjes, Komuna e Prizrenit Universiteti Dukshën Hoti, pas pjesës së parë rezultati 3-0 në të mirë të njerëzve të shkencës, së cilët në sajet lojës më të mirë dhe mençurisë arritën që të shënojnë 3 herë, derisa ekipi i Komunës së Prizrenit me në krye drejtorin e Drejtorisë për Kulturën dhe Sport Adem Morina nuk arritën të shënojnë patën në shansat e veta, por siç tha Gjiliani më herët, si duket drejtori është i angazhuar më tepër, i përqendruar te fushata elektorale dhe po det koncentron në shënimin e golave, sepse pati raste, por të shohim pjesën e dytë do të jetë më i koncentruar. Dhe në përgjithësi ato të jetë më e përqendruar skuadra e komunës për të shënuar. Ja tani ishte një pasim i drejtorit Morina që kërkon topin aty nga kushtrim Krashnik Krasniqi. Shohim gjithë një Berton Xhemën në pozitën e trajnerit, as pak i kënaqur me rezultatin e ndeshjes. Aty kërkon më shumë angazhim, një gjuajtje lirë nga distanca, të shohim Morina me gjuajtje të furishme, por nuk e gjeti sakon. Gjuajtja ishte fantastike, sikur të ishte pak më poshtë. Me siguri do të ishte edhe goli më i mirë i kësaj ndeshje deri më sot, por ja që nuk ishte i saktë sa duhet. Shohim aty edhe disa zëvendësues, Kukaj dhe Kureshi me vetën Xhemën, të cilët e përcjellin me vëmendje ndeshjen në kërkim të golit. Po ja tani kjo një gabim që mund t'i kushtojë një sulm tjetër për skuadrën e universitetit, atë të kemi golin e 4. Dhe aty për pak nuk arriti kush tjetër pos lojtarit më të mirë të skuadra e Universitetit Dukshën Hoti, Aranit Berisha. Po të rast ideal të shënonte dhe të shtonte avantazhin. Ajazaj, në mes të dy futbollistëve dhe fitues, do të dy ta shërbej Krasniqin në zonë të rëndësisë, mirë po i topi për pak.
Ata këtë pajaza jo, që e merë Soner Yıldırım, mes fushor që për shumë kohë ka luajtur në këtë pozitë ku po luan tani. Yıldırım shojmë aty mundësin tjetër. Pozi 6 në pozi 6 po në pozi 6 ishte futbollisti me numër 13, është ky Kallaba apo Abdullah Etemi, dy futbollisti ka me numrin 13, ka shumë numër futbollist me numrin 13. Marrin topin lojtarët e komunës Prizrenit në kërkim të një aksioni të ri dhe një mundësie për të shënuar, do të shohim. Është ky Krasniqi. Top në drejtim të Alban Hamzajt, mirë po i shpejt tregohet aty futbollisti me numër 5 i ekipit të Universitetit Dukshën Hoti, largon rrezikun. Të sjell ky korner aty, bashkëveprojnë aty futbollistët e skuadrës së komunës në përtim i lojtarit Avni Krasniqi në zonë të rëndësisë, mirë po aty nuk e gjen për pak Krasniqin. Levanja ansore për ekipin e Universitetit Dukshën Hoti. Një ansore që do të kryej Lulzim Ibri në drejtim të futbollistit Naim Baftiu, a humbi topin Alban Hamzaj. Hamza në zonë të rëndësisë, mirë po në çastin e fundit ndërhyn aty futbollisti më i devotshëm Arjanit Berisha, largon topin, largon rrezikun. Mirë po do të kemi korner tjetër për ekipin e komunës së Prizrenit. Hamza do të harkoj në zonë të rëndësisë, aty mund para portierit, të shohim në shtyllën e parë, kur harkimi si për Ademorinën nuk ka gol. Aty kemi rivenjek tjetër nga këndi, përsëri do të harkoj Alban Hamzaj. Ishte një mundësi tjetër për i harkohet në shtyllën e dytë dhe gati se nuk është shënuar autogol. Vazhdon presioni i ekipit të komunës për shënuar, largohet rreziku më në fund. Lalo, Morina, Gjuan Morina aty në tentimin e tij tjetër dhe Aleksa Radha e ngritja edhe shumë e mirë, por përsëri portieri shpëton edhe një mundësi tjetër për Krasniqin dhe janë në fund vjen goli i komunës së Prizrenit nga Krasniqi. 1-3. Ja, goli erdhi pas një gjuajtje të shkëlqyeshme të drejtorit Morina, edhe më mirë ndërhyri portieri Patlin Bajraktari, por topin e kthyer kësaj radhe qendër sulmuesi i spikatur Krasniqi arriti ta shndroi në gol dhe kështu të zbus disavantazhin nga 0-3 në 1-3 tani. Në minutën e 6 të pjesës së dytë. U shënua goli i Nderit deri në këtë çast nga komuna e Prizrenit, mbase do të jetë gol inspirues për të vazhduar suksesshëm edhe me gola tjerë në kërkim të ngushtimit edhe më shumë të epërsisë. Veseli, vazhdon aty me Krasniqin, përsëri Veseli. Edin Veseli, bukur aty tani kërkon Ajazën e gjen aty, top në krahun e majt për Hamzën. Hamzaj nuk ka arrin të depërtoj Hamza Miroman, vazhdon ta bëj topin në posedim në këmbët e tij, sidomos ka topin në pronësi është vështirë ti merret. Një harkim atje tjetër, ato të kemi golin e dytë. Lalo duhet të gjuajë në port, mirë po aty vendos të bashkëveprojnë me Krasniqin dhe kemi golin e dytë. Shumë shpejt u shënua edhe goli i dytë nga komuna e Prizrenit, 2 golat për komunën e Prizrenit shënoi Krashnik. Krasniqi 2-3.
shumë lojë shumë më mirë po luan tani komuna e Prizrenit në pjesën e dytë, për dallim nga pjesa e parë. Si duket instruksionet e trajnerëve kanë dhënë fryt në pushim, lojtarët po tregojnë më të suksesshëm. Yıldırım përparim Abdullahu në krahun e majt. Soner Yıldırım përsëri. Ajanit Berisha në krahun e majt. Bokrati Berisha shumë i lëvizshëm. Kemi ndërhyrje të paligjshme, po faull në favor të ekipit të Universitetit Kushinhoti është Ajanit Berisha që u ndal mirë të paligjshme, një futbollist i cili vështirë të ndalet. Si është shumë i lëvizshëm se sa mbrojtës të tjerë. Soner Yıldırım do të kërkoj të arkoj sa më mirë nga kjo ndërprerje, të shojmë të realizojnë golin e 4 futbollistët e Universitetit Kushinhoti. Pas nuk ishte pozitë jashtëloje. Mirë, po aty goditja e drejton Krasniqit nuk e gjeti kuadratin e portës së portierit. Fatlin Bayraktari. Mësia tjetër tani, Ajazaj, top në drejtim të Alban Hamzës. Do të arri këtë, arrin Alban Hamzaj, atë në gjendje tani të vështirë. Ajazaj, mundësi për të arkuar. Zhagas kjo goditje, një pasim i menduar mirë, por jo i realizuar, megjithatë vazhdon ta mbajë topën brenda vijave kufizues Ajazaj. Bukur një Ajazaj shmanget, mundësi për të depërtuar në zonë të rreptësisë, harkon ulet, mirë po asnjë futbollist nuk i përgjigjet këtij harkimi. Ishte pak më i tërhequr Krasniqi, po të ishte pak më avancuar të mund të realizonte. Ndoshta topi nuk ishte i saktë. Gjithçka bëri mirë. Ajazaj, Degli Ajazaj, por sikur të ishte pak më i saktë në pasim, sigurisht do të kishim barazim të rezultatit. Ibri gabon në pasim të topit. Lalo, Ajazaj, Hamzaj, nuk merr guximin të gjuaj nga një pozitë që ka mundur Hamzaj të shënojë, sepse ende ka freskinë dhe precizitetin. Kemi ndërhyrje të palejueshme nga Soner Yıldırım ndaj Alban Hamzës. Goditje një distancë nga cila edhe mund të gjuhet direkt në portë, të shohim Alban Hamzaj. A do ta kërkoj golin e barazimit nga kjo distancë. Alban Hamzaj, gjuajtje, mirë po, jo e saktë sa duhet. Ku munduat ta gjej këndin e epërm të majtë të portës së portierit Fatlin Bayraktari. Berisha kërkon këtë top. Kësaj radhe ndalet Berisha, mundësi tjetër për ekipin e komunës Prizrenit, partim në zonë të rreptësisë Krasniqi. Ka u tregua vetja Krasniqi i bindur se do të shënonte. Mbetet rezultati 2-3. Vazhdojnë të jenë këmbë ngulës futbollistët e komunës së Prizrenit në barazim në shifrave. Tani po thuhet se bëluhet në një port vetëm. Ja përsëri aty Krasniqi vjen drejt topi. Ky top. Nuk është i saktë në drejtim të Lallos. I vjen Jansore. Ibri. Yıldırım. E ka atë sensin e lojtarit që kishte dikur. Ja, çfarë pasimi, çfarë ndalje topit. Mirë po, kësaj radhe aty tregohet i vëmendshëm dhe portieri që ndërhyri, mirë pastaj për një çast u ndalë, për paksa nuk u shënua një gol nga distanca, duke shfrytzuar këtë dalje të Kelmen Maliqit.
nuk ka gol. Mbetet rezultati 2-3 në favor të ekipit të Universitetit Dukshën-Hoti. Sot Gërmizaj dhe Alban Hamzaj tani. Alban Hamzaj, Krasniqi, mundohet ta shërbeja Demorinë, por jo i saktë sa duhet në pasim të topit. Ajazaj në katër hyrje të paligjshme, mundësi tani për komunën e Prizrenit Krasniqi dhe nuk ka një ndërtimi i tij, tregohet i vëmendshëm Rinar Abdullahu, i cili më njëherë mundohet me një diagonale ta gjejë aty Berishën për pas sukses. Në pozitja shtoje drejtori Morina. Sigurisht pas ndeshjes drejtori do të vazhdoj aktivitetet edhe të drejtorisë për kulturën dhe sport edhe të fushatës elektorale. Prandaj ka dëshirë që të shënoj në këtë takim dhe skuadra e tij të shënoj fitore për të vazhduar fitoria e tij edhe në finalen e 12 tetorit. Në katër hyrje të paligjshme, mundësi tani për të shënuar golin e 4 skuadra e Universitetit Dukshën-Hoti, mirë po tregohet i vëmendshëm aty portieri Kelmen Maliqi, cili është meritor që skuadra e komunës nuk e psoi golin e 4. Kureshi, top në krahun e djathtë, Lalo, përtimi fantastik i Lalos në krahun e djathtë, ka përballë tani Rinar Abdullahun, e nuk pason tani Lalo në sakt në drejtim të Ademorinës, Lulzim Ibri. Rinar Abdullahu, apo jo, është ky futbollisti me numër 5 i ekipit të Universitetit Dukshën-Hoti, në të cilët e kam në listë. Vazhdon tani Ajazaj nga krahu i majtë, mundësi për golin e barazimit. Ajazaj gjuan aty sakt dhe shënon, barazohet shifra në 3-3. Vebi Ajazaj barazon pas një disavantazhi prej 0-3. Ekipi i komunës së Prizrenit tani ka barazuar shifrat në 3-3. Me mençuri aty Ajazaj e pa aty pjesën e majtë të portës së portierit Fatin Bajraktari dhe lehtësisht aty realizoi për shifrat 3-3. Tani gjithçka barabartë, do të shohim kush cila prej skuadrave të shënoj fitore. Hamzaj, Morina, aty në distanca kërkon golin, por nuk është i saktë sa duhet. Ishte një duel mes drejtorit të drejtorisë për kulturën dhe sport Ademorinës dhe dikur bashkëpunëtorit për sport në këtë drejtori Lulzim Ibrit, si ne mbuloi mirë, nuk e dha hapësirë që të jetë më i saktë. Luar gjysma e pjesës kohës së pjesës së dytë, partner Mehmeti, ky pasimi i tij bukur aty e shmallit top aty në drejtim të futbollistit Triton Krasniqi, kemi rivën janësore. Nuk është kryer rivën janësore si duhet, por duhet përsëritur se nuk janë ata futbollistash më, po duhet shikoar se si po ja kryen rivënien anësore, pasi kjo ndeshje është karakterit miqësor
Dhe Soner Yıldırım në krahun e majt, pozita për të gjuajtur gjuan dhe shfrytëzon këtë pa kujdesi të portierit Fatlind Bayrak. Portierit Kermen Maliqit, të cilën e lavdruan pak më herët dhe ka realizuar Soner Yıldırım për ta kaluar sërish në avantazh ekipin e Universitetit Dukshën Hoti në 4-3. Kreshnik Krasniqi ta bëri një topin lojë fillimin përsëri, pas këtij goli të mësuar. Ajazaj, Bebi Ajazaj. Sa pasimi mirë ky, tani mundësi për të barazuar përsëri shifra dhe përsëri aty ku mundohet ta gjej pjesën e majtë të portës së portierit Fatlind Bayraktari. Kësaj radhe, ky i fundit, portieri gardiani i Dukshën Hotit ishte më i vëmendshëm, ja mohoi golin e barazimit të Bebi Ajazajt. Kemi korner. Do të shohim ata të jenë në gjendje futbollistët e komunës të barazojnë nga ky korner. Shifrat në vetën të statit 3-4. Hamza do ta bëj harkimin pastaj në shtyllën e dytë, ja mundësi aty çfarë rasti i mirë për futbollistin Fatih Lalo. Rast ideal ishte kjo për të barazuar rezultatin. Dëshira e tij ishte për të barazuar, sigurisht për të shënuar, por ja që nuk ishte i saktë sa duhet. Gabimi përsëri aty Bebi Ajazaj, mundësi për të shënuar, mirë po aty kësaj radhe për Rinor Abdullahu shpëton pa u barazuar rezultatin. Ndërhyrja ishte vendimtare e Rinor Abdullahut në këtë moment. Ja tani Berisha, ty tregohet me suksesshëm Lalo, topi në drejtim të Alban Hamzës. Kjo tani mund të jetë mundësi e mirë për të barazuar shifrat. Kësaj radhe aty as nuk është nuk i përgjigj kësaj dëbimit të topit nga ana e portierit Fatlind Bayraktari. Në manjansore është kryer tashmë. Kreshnik Krasniqi nuk arrin më tepër, humb topin. Soner Yıldırım. Një top i gjatë kërkohet Berisha. Mirë po aty nuk lejohet këtë top të kaloj tek futbollisti rrezikshëm Abdullahu. Nuk ka përgjashtë në këtë pjesë topi. Berisha në krahun e majt. Ka përballë Saladin Veselen, i cili është mjafti me përvojë në mbrojtje. Arrin të jetë më i suksesshëm. Tani Ajazaj, bukur Ajazaj ki pasimi i Ajazajt në drejtim të Alban Hamzës. Alban Hamza në zonë të rëbësisë. Ka dalë topi jashtë. Mirë po nuk e kanë vërejtur gjyqtarët. Këtu pranohet ky gol, rezultati barabart 4-4. Topi kishte dalë, realisht topi kishte dalë jashtë vijës fundore, mirë po sigurisht gjyqtari anësor nuk e ka vërejtur, ka qenë mbasi mbuluar nga ndonjë futbollist tjetër. Po nuk është diçka fatale pasi karakteri i takimit është karakter miqësor. Më pak se 9 minuta deri në fund të ndeshjes. Yıldırım. Dhe ja tani aty Berisha. Do të kemi çfarë pritje fantastike aty Kermen Maliqit. Mirë po, aty po thuaj se me ngulitje driton Krasniqi shumë shpejt e rikthene përsin 4-5, sikur ajo padrejtësi e këtij golit të psuar të katërt
Erdhi dhurat ekipit të Universitetit të Këshillhoti me njëherë. Përsëri në avantazh skuadra e Universitetit të Këshillhoti. Alban Hamzaj. Mjaft se mundu Alban Hamzaj, por nuk arriti skuadra ti që të kaloj në avantazh asnjëherë. Një pasimi mirë për Lallo në krahun e djathtë. Lallo mundësia për të harkuar vendosë vetë të gjuaj kërkim të gol të barazimit. Katër me 5 është rezultati në favor të ekipit të Universitetit të Këshillhoti. Rinur Abdullahu sot ka luajtur mjaft mirë, ka qenë një futbollist shumë frydëdhënës për ekipin e Universitetit të Këshillhoti. Me pa pak vonë babajnë e tij, e tani ky topi i Lulzim Ibrit në drejtim të Ganashënuesit të 5, të golit të 5, drejton Krasniqit, i cili vetë dishtrirë. Anësore tashmë e kryer, sa bukur aty me çrështë e Lulzim Ibri, me njerë ja kthen topin Berishës. Edhe 6 minuta deri në përmbyllje të takimit të kohës, rregull, por besoj që ka vazhdime në këtë ndeshje miqësore. Ajazaj, sa bukur aty ky topi Ajazaj në drejtim të Krasniqit, mirë po ka ndërhyrë aty mbrojtësi i akademikëve Alban Hamzaj. Padyshim lojtari më i mirë i ekipit të komunës së Prizrenit, mirë po nuk po arrin kurse ekipi i tij të kalojë në avantazh. Dhe ja tani në ka ndërhyrje të parregullt Soner Yıldırım. Çfarë pasimi i Soner Yıldırımit aty, jashtëzakonshëm ky pasim, mundësia për golin e 6. Dhe ja aty pani pak lojë dhe tregohet aty drejton Krasniqi, jo vetëm realizatori spikatur, njeriu i cili ka shënuar gole këtu, kreatori ndoshta edhe i fitores së kësaj përballje, por edhe ka kohë. 4-6, a do të jetë ky gol i sigurt i fitores për ekipin e Universitetit të Këshillhoti. Mbetet të shihet pasi ka ende kohë dhe në këtë moshë, në këtë skuadra, brenda 5 minutave mund të kemi më shumë se 2 gola. A do të ndodhë kështu, të shohim, mbetet të shihet. Ja, Rinur Abdullahu i lëdeshëm ende. Ajazaj sot është angazhuar mjaft, kemi drejtë parijueshme, u ndal Ajazaj i dishëm që ishte ndërhyrja pa rregullt. Hamzaj gjithnjë. Mundohet të arkoj, blokodi si arkimi i tij Veselej. Saladin Veseli aty mes Veselit dhe Asim Kukajt në mosmarrëveshje dhe humbin topin, aty Berisha dhe në krahun e majt. Ja, Veseli e vendosur mirë në pozicion e mbrojtësit, nuk e lejon të kaloj. Yıldırım, Ibri, vështirë aty të merret topi Lulzim Ibrit, aty megjithatë arrin të humb topin. Ajazaj, të shumë të shfrytëzohet kjo për golin e 5 për ekipin e komunës, Alban Hamzaj. Hamza gjithnjë. Ajazaj, ka quan Ajazaj, por si duket nuk ka kërner jo. Petet nuk nxitojnë futbollistët e ekipit Universitetit të Këshillhoti, kanë përsim për 2 golesh, kërkojnë fitore në këtë ballafaqim.
3 minuta deri në fund, megjithatë kemi korner pra, për atë nxitoi aty Ajazaj. 3 minuta shpresë deri në fund për të bërë kthesë në rezultat, o për të siguruar një barazim. Ajazaj nuk arrin Ajazaj aty Yıldırım. Veselej. Atë dhe kemi golin e Admorina Hamzaj, Alban Hamza në zonë të rëptësisë. Hamzaj është shumë manovrues i mirë Hamza në hapësirë të vogël, pasi e ka provojën edhe në futsal. Ja, Hamza aty do të jenë të harkoj, thashë është sinjalizuar pozicioni jashtëtoje. Pozicioni jashtëtoje e Alban Hamzajt. Pa mirë Mehmeti. Ibri. Pasime të shkurtra Soner Yıldırım. Largohet ky top nga Nasuf Gërmizaj në drejtim të portierit të tij. Pak kohë ka mbetur deri në fund të kohës së rregullt. Rreth 1 minutë do të shojmë Hamzaj. A do të ketë gol të shënuar? Jo, por kemi korner. Çastet e fundit të ndeshjes. Rezultati 4-6. A do të ketë kohë për të shënuar së paku edhe një gol skuadra e komunës së Prizrenit. Largohet Raziku. Hamzaj si në kratë maj, si në kratë gjatë, si në mes të fushës, angazhuar mjaft, por ja që rezultati nuk shkon në favor të tyre. Ja mundësia të ne, por përsëri tregon të vëmendshëm lojtarët e Universitetit Dukshën Hoti, Berisha. Nuk arrin të topi Fatmir Mehmeti. Berisha, Soner Yıldırım. Në fakt është ky ishte futbollisti me numrin 19. Driton Krasniqi, ja, Driton Krasniqi përsëri drejt e topi. Mirë po kësaj radhe nuk arrin të tregoti vëmendshëm. E këtu gjithçka përfundon nga kjo ndeshje miqësore. Universiteti Dukshën Hoti poshtë ekipin e komunës së Prizrenit me rezultat 6-4. Ishte ndeshje reviale, ishte ndeshje interesante miqësore ku patën rast të luajnë dhe të tregojnë lojë edhe futboll cilësor.